më shkruan dhe Aslan Dogjani, për shembull, që këta kanë qenë të pangopur, thot në vjedhje, kanë vjedhur para dhe gjatë numërimit. Edhe gjatë numërimit? Po, të votave. Unë kam kërkuar numërimin në Tiranë dhe jo partia, thot. Partia më ka mbështet. Votat janë vjedhur Partisë Demokratike dhe gjatë numërimit, thot. A kupton? Kjo 3 fish bjen farsa. Mi pra, brenda partisë po ta lidhe me 2021-shin, edhe një këndvështrim tjetër. Kodi zgjedhor parashikon që 10% e kutive të votimit të rinumërohen nga KQZ-ja, për të kuptuar nëse në short. Numëruesit kanë luajtur votat, kanë... Po si sondazh. Dhe në tetor të 2021-shit u numëruan 550 kuti. Asnjë përfaqësues i PD-s apo i PS-s nuk shkuan te KQZ-ja për të parë se si shkonte numërimi. Në fund të ditës, nga 550 kutit e numëruara, kishte ndryshime minimale të votave, 5-6 votave për një parti apo për tjetrin, që hyn në kuadrin e gabimeve njerëzore. Tani, çfarë po kërkojnë? Në zgjedhjet e 2009-s, mbasi u zgjedhjet, Edi Rama ngriti çadrën poshtë kryeministrisë dhe thoshte hap kutit ose largohu. Dhe meqense në atë rast nuk u hapën kutit, në kodin zgjedhor u bën ndryshimi dhe thanë 2 përfaqësues së kasit kanë të drejtën të kërkojnë një rinumërim, sa duan ata. Dhe për herë të parë ne po shohim shifrat të çmendura, po të them. Pra po kërkojnë rinumërimin e 1200 kutive në Tiranë, e 560 kutive në Fier. Do kërkojnë të njëjtën gjë për Elbasanin dhe për Durrësin. Pra praktikisht duan të rinumërojnë 2500 kuti që janë gjysma e kutive të Shqipërisë. Dhe nuk kemi më kushtet e ditës së zgjedhjeve dhe ditës së votimit të numërimit, ku numërojnë gjithë Shqipërinë me shumë njerëz. Këtë punë tash duhet ta bëj KQZ-ja. Dhe ky është ngërç i jashtëzakonshëm për KQZ-n. Është kohë fizike e jashtëzakonshme, kërkon para për të bërë kjo punë, dhe në fund të ditës mund të ketë edhe abuzime me numërimin. Dakor? Aq më tepër në momentet e fundit kur kanë mbaruar votat e partive dhe ka filluar votimi, numërimi i kandidatëve për deputet, atje mund të ketë patjetër mund të ketë pasur lëvizje të numrave, me proces verbale, manipulim të votave. Por gjithë kjo periudhë kërkon shumë kohë dhe ne nuk e dim aktualisht se kur do përfundoj ky proces. Pra mund të përfundojnë deri në fund gushtit dhe në shtator të jemi gati për kuvendin tjetër apo jo. Kjo është e gjithë periudhë ngërçi edhe politik, po edhe fizik për KQZ-n. KQZ-ja duhet të ketë një numër të jashtëzakonshëm numëruesash që kjo punë vijojë dhe të mbyllet brenda një afati normal. Disfata e opozitës nuk është fare teknike, se nga ana teknike Bashkimi Evropian OSBE-ja vlerësoi procesin në kuptimin. Disfata e opozitës është politike dhe mbajtja e debatit, e fokusit debatit tek ky proces për mendimin tim. Po doja nga një anë mund të përfitojnë kuptimin e përfiton kohë. Pra, këtë që po bëjmë për ditë, denoncimin e farsës do ta vazhdojnë sepse në kohë në KQZ do numërojnë. Do ishte legitime nëse do dilte farsa, dakor. Dhe mund të ketë patjetër, pra ata pretendojnë që të ndihmojnë Lapajn për të heqë mandatin e Zeqines dhe ta marrë partia e Lapajn. Do të ishte legitime aty, dakor. Pretendojnë që në Elbasan të ketë ndryshime të numrit të votave kur janë numëruar kandidatët, ndoshta për Sara Milen, ndoshta për kandidat të PD-s, votat e cilëve mund të kanë kaluar për llogarit PS-s kur u shkrefën, themi, gjithçka, pra nuk ishte më interes. Po renditja e deputetëve mund ndryshojnë me këtë rinumërimin? Nuk ka shans. Është numërim i votave të partive, jo i votave të kandidatëve. I partive, jo i, domethënë, përveç votave të partive do një s'ka kërkesë për votat e kandidatëve. Jo, kanë, pra kandidatët tash kanë bërë kërkesë për rinumërim. Për shembull Dogjani ka bërë kërkesë për vete. Po, jo. Edhe Dogjani për Tiranën për shembull. Po, pra, edhe në Tiranë. Kjo është tjetër çështje. Tiranë, pra, edhe në Tiranë dhe në Elbasan, edhe më vonë dhe në Durrës, njëjtë gjë, pra kur të hapet kutia. Sa mund të jetë devijuar vota, e kupton. Votat janë të ndarë, votat e PS-s si numëron në rastin më të mirë. Partia Socialiste ikën një mandat në Tiranë në rastin më të mirë. Po pra po, edhe Tiranë po doja kërkon. Ky është një proces që mund të vazhdojë pafund nëse merresh me gjithë kandidatët. Atëherë ky proces sot Abilegaj mund të vazhdojë pafund. Ai Fieri. Po ku mund të mbarojë në zgjedhje tani këtu? Mund të kërkoj të rinumërojnë votat e pavlefshme në Tiranë, se janë 17.000 votat pavlefshme. Mund të thonë hajde i vlerësojmë prapë nga e para, janë të vlefshme të pavlefshme. Kështu që ky proces mund të zgjasë shumë kohë. Pra ky është ndodhet një proces rutinor, teknik. Për shembull, do bëjmë gabim që e thirrëm, po ndoshta herën tjetër, se tani nuk kam shumë ditë se ku lesh, themi ne. Në 40 kuti që kam analizuar, më thot Dogjani, pamjet në 35 kanë patur shkelje, ka lëvizje votash, proces verbalesh,
Ma ka Por shkelje... zërbaret nuk shkelje përputhen që me ato. realitetin. Ka shkelje të shumta që ndikojnë në rezultat. Shumë nga PS më kanë falenderuar. Ka afat 10 ditë sipas kodit për t'i rinumëruar. Shiko, shkeljet në bazë të kodit zgjedhor është ku numri i votave të tjetërsuara, ose të pavlefshme, ose të diskutueshme, është më i madh se diferenca mes partive ose kandidatëve, atëherë quhen shkelje. Nëse ti ke një diferencë, 10 vota, dhe shkeljet kanë të tjetërsuar 5 vota, nuk ka asnjë duhet shkeljet. Gabime njerëzore. Ato janë parregullsi pastaj. Gabime. Kur mund të mbarojnë këto votime, thoni ju? Po nëse vazhdon kështu me kandidatët, si çdo tela. Asë me të korrekt. Me partit do zgjasë shumë, po do zgjasë 2 muaj. Aktualisht janë 1800 kuti. Po të futet dhe Durrësi dhe Po Elbasani. futet dhe kandidatët tuaj se 1800 kuti. Nuk futet, a dikur futet Durrësi dhe Elbasani. Nëse ka shkarje serioze të votës. Jo, 2 antarë të kasit tonë, ne duam të rinumërohet. Po, Edhe kjo është një modell Me Elbasani dhe me Tiranë. Edhe kjo mund bëj. Ndodhe njëjta gjë. ja, ma shumë se 2 nuk besoj. Pse? Du të ketë shkarje serioze të Para një votës. teknikisht kjo edhe kaset duhet të pranoj me kampion njerë. Njerë 20% votave. Nëse do shije që ka parregullsi të mëdha të 20% të votave, të hapim të tjera. Po të hapësh gjithë kutit pra. Dhe e dyta është që ky debat që bëjmë ne sot, a ka zgjedhje të lira në Shqipëri apo jo? Bie. Ky shndërrohet pse e ke shkuar 2 herë plusin, pse e ke bërë një bisedë idiote banale, që nuk ka asnjë vlerë për atë që duan të diskutojnë. Nëse besoj që opozita ka vrarë idenë e vet Partia Demokratike. E ka vrarë idenë dhe konstatimin për zgjedhjet. A ju kujtohet Rushdia 2009? U hap Rushdia e famshme, u hap dhe nuk u gjetën të do shkeli që pretendoi PS-ja. Tani, më shkruajnë që edhe Spaku pas e ndrynë, nëse ka devijime të tilla, të ndalimit e komisionerëve arrestime, jo. Po Spaku ndrynë, kur e vërteton që ato janë krime zgjedhore, pra që janë bërë me dashi. Qartë. Kemi për të diskutuar dhe një pikë tjetër, me pak minuta, dhe ta kemi relativisht e shkurtër, pse populli i dënoi partitë e vogla, e themi në mënyrë metaforike, se dënimi nuk u dha, po i dënoi në... U menduaj që ato do menin dhe pushtetin. Kisha lapaj në këtu, në pjesën e parë, dhe më thënë, një deputet ka marrë, goxha vota kështë e marrë, po themi, 63.000, 64.000 dhe një 14.000 kanë vjetur, thosh, se kanë thoqin për shumë votor lapajnë, por i idhja partis tjetër, që e umje votit në këtë rast, të më thënë, quaj vote e jetur gabim. Dhe aji logaristë 80.000, kisha lapajnë, folëm gati një orë bashkë, për Shqipëria bet, do pa i kisha idenë prapë që Shqipëria bet, do bet. E dëgjova. Shumë mirë, e dëgjuat ju.